Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxha i mbetet ende një mister për autoritetet, pasi deri më tani nuk ka asnjë dyshim konkret mbi autorin apo motivin e krimit. Në një intervistë për mediat, bashkëtuesja e tij, Kër Akipaj, ka rrëfyer detaje nga përditshmëria e të ndjerit dhe momentin kur ka ndodhur ngjarja tragjike. Ajo ka pohuar se në dijenin e saj, Hoxha nuk ka qenë i përfshirë në konflikte dhe nuk ka shprehur ndonjëherë ndjesinë e kërcënimit. Megjithatë, ajo pranon se kohët e fundit rutina e tij kishte ndryshuar ndjeshëm, pasi ai nuk ishte më një orar të rregullt për të dalë apo për të kthyer në shtëpi. Ky vinte, shkonte në punë, dilte ndonjëherë natën vonë dhe unë isha në punë. Ikja në punë në orën 19:30 të darkës edhe vija deri nga ora 3 e mëngjesit. E kur vija e gjeja në shtëpi, në gjumë, edhe ngrihej nga gjumi e ikte poshtë lokali, e shkonte pinte kafen aty, rinte aty gjatë ditës. Pastaj ikte, lëvizte, ku di unë nga lëvizte ai, se unë s'do e ruaja atë se nga shkonte. Çifti bashkëjetonte prej afro 2 vitesh në banesën e Hoxhait, ndërsa Rakipa i tregon se ai kishte rreth 1 vit e gjysmë që nuk punonte më si roje. Lidhur me ngjarjen, ajo ka dëshmuar se ka dëgjuar të shtëna arme ndërsa ndodhej brenda banesës, por ka menduar se ishin fishek zjarre. Vetëm 2 orë më vonë, kur ka dalë nga shtëpia, e ka gjetur Hoxhain të pajetë dhe ka njoftuar menjëherë ndihmën e shpejtë, por ai kishte ndërruar jetë në vend ngjarje. E trënditur dhe në frikë, Rakipa i është larguar nga banesa ku jetonin bashkë, duke theksuar se ndihet e pasigurt, pavarësisht mungesës së dienisë për ndonjë konflikt të mundshëm të viktimës. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë.